Mirëmëngjesi dhe javë të mbarë, ju përshëndesim drejt për së drejti. Mirëmëngjes. Si ma kalove fundjavën? Ky fillim java është kështu. Si ambientalistët. Si ambientaliste. Jam marrë me kopshin, dhe më thënë. Jam marrë goxha me kopshin, po. Fillojmë këtë ditë të hënë, për t'ju dhënë pak më tepër juve energji dhe sigurisht, për t'ju shoqëruar deri në orën 11 me gatimet tona, me recetat që kemi menduar për ju sot, për anvisat që na shkruajnë dhe kemi komunikim të vazhdueshëm me to. Ndërkohë edhe për rubrikën tonë të përjavshme Bima dhe Shëndeti, do të ndalemi sot tek qetësimi i ankthit, qetësimi i sistemit nervor përmes metodave natyrale, cilat janë ato bujmet që funksionojnë ose që na japin një lloj lehtësimi për personat të cilët janë më të ndjeshëm emocionalisht, që përjetojnë ankth e të tjera si këto, sigurisht gjithmonë në konsult me mjekun tuaj. Me këtu më ka ardhur shumë në fije. Unë kam një problem vetëm me gjendjen emocionale. Pra, jap për masa më shumë nga që duhet, si kur se gëzimit, ashtu dhe hidrimit. Edhe kjo ka të bëjmë me menaxhimin e emocioneve. Pati dhe kam edhe unë problemet e mia. Ja, kjo është problemi që unë besoj se është problemi vetëm që unë kam. Pra, gjendja emocionale, po. Po, më rëndësishme ta menaxhosh. Dhe të menaxhuar. Këtu ka qëndro problemi këtu. Dhe ankthi emocion është edhe. Po patjetër, njerëzit që bëjnë art janë emocional, s'ka. Kanë më shumë. Po, shpërthejnë. Patjetër që po. Dhe për të mbajtur shpërthimet tona, për shembull, ç'a bëjmë? Bëj një kek me limon. Ndihmon thua? Ai sheqeri i shkret, po sheqeri pakët, ai i duhur për të tjerët, dhe pak më shumë për mua. Gjendja emocionale time e ftillon e rregullon. Çfarë më duhet? E nis me vezët faktikisht, sepse ngjyra e kuqe e keni kuptuar tashmë që unë e dua shumë ngjyrën e kuqe. Ke betur të kjo ngjyra e kuqe e vitale vezëve tona? Pra 3 vezë vital, të kuqe flak, por i kam marrë dhe masën e madhe. Më duhet mielli kur them, prapë nuk i ndajmë ngjyrës kuqe, unë çfarë ti bëj? Ja, të kuqen prapë, sepse kështu fillon jeta. Më duhet sheqeri patjetër, kripa, ku është sheqeri është kripa vazhdimisht dhe asnjëherë nuk e harroj, më duhet të kem pluhur pjekës, por nëse ju për shembull nuk e keni farinë hap, shumë mirë mund të merrni miellin e zakonshëm të olës dhe nuk i shtoni pluhurin pjekës, shtoni sodën, e kam thënë gjithmonë që ndryshimi i pluhurit pjekës është aroma, pra njësoj si soda është, përbërësit kimik janë të njëjtë, por thjesht vetëm ndryshon aroma. Kam vajin, gjalpi nuk e shtoj sepse e kam për gjë tjetër, sikurse kam edhe një limon, por një limon që tashmë e kam zier paksa, po. Për sa është zjerja, vendosin në ujë të nxehtë diku për 5 minuta. Për 5 minuta që më pas unë duhet ta pres dhe t'i heq farat. Patjetër që më ndihmon edhe qumshti. Të gjitha unë këto i kaloj në blender. Po e keni shumë thjesht. Pra një mënyrë më praktike akoma dhe më të thjeshtë për ta përgatitur. Unë mundohem që recetat të sjell sa më të thjeshta. A do të lexosh një gjë ti? Për masat, patjetër se i ndihmojmë më shumë anvisa duke ju treguar se cilat janë gramaturat, qoftë të miellit, qoftë të plurave të tjerë, se sa si ti tham të vezëve për një kek në një masë të tillë normale, një tavë keku e thellë, dhe padyshim pluhurin pjekës nëse do zgjidhni mielli tjetër, apo edhe një limon të cilin do ta zjeni ose ta vendosin në ujë të nxehtë për arsye të vetme, që do t'tregojmë tani pse e kemi vendosur një limon, një xhezë për të. Atëherë, një sekond. Aromën e tij, në fund do të ndjejmë aromë freskie. Nuk e derdh lëngun e limonit, sepse është gjëja më e mirë për të pasur një çaj, për të pasur çaj të ftohtë, çaj të ngrohtë. Vendosim këtej disa gjëmente për shembull. Kemi një ujë detox, pse jo? E marrim të gjithë lëngun e limonit. Po? Me siguri edhe
Si po Ja, në me ti? jep edhe një tas voçkëll aty mua. S'ka problem, njëre me jep aty. Mëra ishte me qumshtin, ndërkohë, sa shtrydhim dhe bëjmë gati limonin, ajti lexojmë së bashku njëherë përbërësit e kekut, se i kemi të përmbledhura me gramaturën fikse të tyre. Për ju që punoni me peshore apo që punoni me gramatura dhe ju duhet kjo recet e shkruar, ne do të lexojmë kek me limon. Ju duhet një limon i madh, 170 gram sheqer, 10 gram sheqer vanilje, një melugë krip, 60 ml vaj, 50 ml qumësht, 3 vezë, 250 gram miell, 10 gram pluhur pjekës. I kemi lexuar përbërësit dhe tani. Pra thjesht, nuk e kalova në sit për pasur pa pjesën e brumit, po për të hequr bërthamat. Me gjithë pjesën e lëkurën është Patjetër. zbutur nga zjerja. Dhe aty pas përpunimit do presim Op, i largoj të gjitha se I vendos nuk një më letër, duhet. Ja, pra, përftuam një masë homogjene. Ose se gjithë përbërësit kaluan në të. Përbërësit e lëngët. Masën e sheqerit. E trazojmë dhe ndërkohë e tresim dhe sheqerin paralelisht. Por, edhe nëse do të dëgjoni kokrizimin, sepse nuk është një ëmbëlsirë pasticcerie që kërkon që tjetë shumë fine, pra kjo është diçka që bëhet në shtëpi dhe po qëndruan dhe po dëgjuam ato kokrizat e sheqerit, normalisht do shkrihen, nga nxehtësia nuk do qëndroj. Shtoj masën e miellit. Unë i besoj Olës dhe nuk më duhet fare që ta kaloj në sitje. E thash, nuk është një ëmbëlsirë fine, që ka delikates. Delikatesa e saj në këtë radhë është shija. Është një kek që ju mund ta përdorni në shtëpi, që normalisht po të keni masat e duhura është akoma edhe më mirë. Niki, e lagim pak. Po, që të letra më mirë në brënda. Vaniljen e kam shtuar pluhur. Është goxha e mirë. Ja, një sekundë, më pushë kafe. Që të kemi. Janë zgjidhje dhe këto letrat e kuzhinës, se letre e lagu, në të kundërt nëse ju nuk keni letrën, shumë mirë, me vaj, gjithë pjesën e brendshme të tavës. Në fund fare, mbas pjekjes, do e kalojmë me lëng limoni, sheqer pluhur, për glazur. Ja dhe pak edhe, kaq është. Këtë masën që unë kam këtu për shembull, do të shtoj pak fare limon, dhe do ta kaloj në glazur. Më duhet një gërshor që të pres anët, sepse digjen, dhe nuk më duhet që të dali dhe as shëmtuar, por të dali e zbukuruar. Ja, këtu. Direkt në temperaturën ku kemi ngrohur. Në temperaturën e duhur, do thoni ju sa. Unë këtu ngreduar të lartë, sepse flasë për furën time, që normalisht është e ngrohur, në 210 e ka mund, do të ullë tani nxehtësinë direkt, sepse duhet ajo nxehtësia e parë fare. Ju e dini vetë furat tuaja.
Këtu s'po ju ndërrym, por që Fare, e marrë dhe 280 vendos. për ta pjekur në furat cilat janë më të shpejta në pjekje apo më të ngadalta. Nuk ka problem, do ta vendosim të piqet dhe do ta tregojmë 200. në procese të mëpasshme, pra kur të jetë pjekur, sepse nuk mund ta hapim kapakun gjatë kohës që është pjekur dhe kaq ishte 10 minuta keku në mënyrë më të thjeshtë të mundshme. Mjafton të keni atë miksen që i përpunon të gjithë përbërësit, odhëm aty edhe limonin me gjithë lëkurën e tij. Aroma në fund fare e tij do të jetë freskuese dhe e theksuar, si me lëngun dhe me lëkurën, pra shtuam të gjithë të plot. Kalojmë te taliera numër 2, taliera numër 2 dhe blu. Çfarë kemi ka tani? Çfarë do të Po, kishim... Pra, pa e pasur mendjen fare, unë kisha vendosur të verdhën, ku kisha dhe limonin. Ja, në shqip. Qëllë rastësisht. Jo, ishte rastësi. Atëherë do bëjmë disa byreçka të vogla, faktikisht. Tani, gjithë se cili thonë, a e keni dëgjuar ndonjëherë juve Skënderbeu është yni. Normalisht Skënderbeu është heroi legjendar yni. Thonë për Laskarina Bubulinën, thonë për Aleksandrin e Madh, është yni, pra gjithmonë popujt bëjnë luftë, është yni. Kurse unë them, edhe kjo si recetën që Maqedona si thonë është e jonë, është e jona. Absolutisht, vetëm kuzhina... Kanë thënë rumunët. Po ne themi tonët jemi. Por problemi është që unë them që kjo recetë është e jona, sepse gjyshet tona nuk si kanë bërë dikur byreket, thjesht e hapin me dorë petën, i mshtillnin dhe pa petë, pa gjëfar, pa kjo ishte bylmeti që e kryesore. Direkt pa fjalë shumë, unë marë. Byreçkat, shkojnë, tregojmë neve si do t'i gatuajmë dhe kalojmë pak në shkëputjen tonë. Unë presë dhe unë përgatis edhe vetën tani për të hyrë në mundin e byreçkave, sepse isha të këmbëlsira. Ja, thjesht një pauzë që të bëjmë këtë ndarje nga mbëlsira tek byreçka dhe nisim shtruar më vonë, me një shkëputje të shkurtër. Gati për byreçkat tona, tregojmë fillimisht se me çfarë do t'i përgatisim ato. Kemi përbërësit në tryez, pak për secilën. Sigurisht që pike fort për mbushjen e tyre janë djathrat, llojet e djathrave që do të përdorim, djath të butë, djath të fort, kaçkavall, siç po e grin tani Albana në të djathin e fort. Më duhet për te brumi. Po. Brumin, me çfarë gatuem? Një vezë. Krip. Pakës piper. Se s'më duhet edhe shumë, por te kripa do të shtoj masën e duhur. Tani unë nisa ku e nisa, gjën, pati do ta përfundoj me mielin. Çfarë mase unë marr në gotë, ajo masë më duhet për të gjitha. Për gjithë të tjera. Do të shtoj kos të trash. Pra po ja them edhe një herë, djathin e grir, djathin e fort të grir, krip, piper i zi, kosin, vezën dhe vajin. Këto kemi shtuar tek tasi për përgatitjen e brumit. Këto të tjerat i kam për më vonë. Opa i kaloj. Bëj një përzierje të duhur, urdhëro. Fare mos mu lodh, ja, merre gërshërën. Ky është një paketim prej 500 gram. Edhe fiks më duhet 500 gram miell. Kështu që të bashkohen dhe shpërbohen vezët aty dhe i shtojmë gradualisht. Derisa është masa e qullët shumë, normalisht e kaloj me lugë. Më pas kur shikoj që masa fillon dhe rëndohet direkt, pastaj linja është direkt për me dorë. Vazhdojmë. Gati për brumin, me gjithë ato përbërës që u tham, kosin, vezët, vajin, kripën, piperin e zi dhe pak djath të grirë, djath të fort të grirë. Ja do ta punojmë akoma më shumë me lugën dhe me dorën. Këtu kemi lënë vetëm pak miell, te paketimi 500 gram për ta punuar, se mbase na duhet dhe pak më vonë. Por ndërkohë, tani fillojmë ta punojmë
Unë do t'i lexoj edhe një herë përbërësit të byreçkave tona, do t'i pjekim dhe do të keni mundësi t'i shikni deri në fund të programit. Për brumin ja duhet kositrash, gjallë pishkrir ose vaj luledielli gjithashtu të dyja, 500 gram miell që fryhet vetë, 3 lugë gjelle djath kaçkavall, krip, piperizi i freskët dhe mbushja do të ketë 250 gram djath i bardh, 100 gram djath kaçkavall i grirë, një vezë, pak piper i zi, një verdheze po ashtu dhe fara susami, këto të dyja të fundit besoj u shkon mendje që i përdorim për t'i lyer para se t'i pjekim byreçkat. Byrek të vegjël për mëngjesin apo për bukën me vete të fëmijëve, pse jo, për drekën, për çdo vakt që ju do të kishit shije nepsin për ta gatuar. Punojmë Që mirë. ta punojmë brumin. Brumin mirë është gjithmonë çdo brum. Të punohet dhe të qetësohet. E kemi thënë derisa kur masat janë të duhura ne kuptojmë një gjë. Që pastrohet ena. Direkt. Po. E lëm tani të punohet pak mirë brumi dhe të pushuoj pak dhe po ashtu edhe ne do të shkëputemi një pushim i vogël që vjen me një mesazh promocional, na rikthem përsëri në vazhdimin e punës tonë. I është dhënë kohë e duhur brumit për t'u punuar, për t'i dhënë edhe formën, që ta mbushim pastaj me ato treshen që treguam në recetën tonë të shkruar dhe t'i pjekim byreçkat tona të shpejta, ku kemi përdorur përbërës të tjerë në krahasim me byreçkat të cilat i kemi përgatitur edhe më herët. Brumi, llojet e brumit, baza sigurisht që është e njëjtë, por ne mund të shtojmë dhe të paksojmë aty përbërës të tjerë. Pra, ne kemi shtuar dhe nëse unë këtu do kisha shtuar sheqer, do ishte për gurabie, pothuajse. Pra do ishte për të ëmblat. Janë byreçka që nuk hapen thjesht vetëm me dorë. Që nuk ka nevojë për oklajin. Po. Unë gjithmonë kam folur për gjyshen time, që ka qenë shefe kuzhine dikur. Por këtë recet, dhe jo më kot nuk e thashër, vetëm recetat nuk kanë kufi. Recetën e këtyre byreçkave dhe të piteve e kam mësuar nga Imat. Mbaj mend që në të thënat e tij, kur ishte i vogël kishte punuar qirak në tek dikur shef Destani që ishte ndër më të mirët në Tiranë. Dhe mi që mamaja punonte shumë orë, punonte 16 orë si ishte në mjekësi, i duhej që babait na mbante ne. Të na shërbente, të lante, të fshinte gjithçka, çdo lloj pune. Dhe këto dy receta pitet. Dhe këtë recetë kam nga Imat. Dhe jo më kërkonte më shumë këtë recetë për ta përgatitur. Atë kohë nuk ishte se kush e kërkonte. Atë kohë vendosi Imati, prindit se do të bëj, dala i luksi Imat që do kërkonim ne. Pastaj edhe zënja e byrekut e këto ishte për të mbledhur fëmijët. Pra ishte një luks në thojza, po ishte edhe vendos dy peta atje mbaronte muhabeti. I punoj mirë, sepse është një brum shumë i butë. Pra është një brum që nëse unë do ta shërngoj akoma dhe më tepër, do kryej ato plasaritjet e veta. Dhe pak a shumë të jenë të një mase. Ja, tani e shpejtova të kohën. Shtoj masën e djathit, të dy llojet djathrave, do të shtoj edhe pak djath të bardh. Një sekond, e ta vë këtu më mirë që të jemi më, sepse është djathi fort, tryeza është e pastër. Asnjëherë mos punoni mbi një tryezë që ju nuk e keni kaluar me uthull. Me uthullën e bardhë. Normalisht, jap pak kohë, teksa flas, jo më kot, jap pak kohë edhe brumit që të vi. Po, i ka të gjitha elementet brenda që të mos dal një brum i fortë. Jap pak kohë vetes, duke vendosur një pecet, pambuk, letër higjienike, çfarë do lloj letër të keni, nuk është e thënë se çfarë, edhe kuzhinë, çfarë do. Zhyteni në uthull. Sepse un kam punuar dhe më duhet një tryezë shumë e pastër
për të punuar sërish. Nuk kam nevojë fare që ta fshi. Është një nga dezinfektantët më të mirë dhe uthulla. Për pastrimin e tryezës normalisht duhet uthulla e bardhë. Uthulla e bardhë për çfarë na shërben? Po na shërben për turshit. Për turshit, sidomos për turshit e forta, që është lakra dhe vendose në madhësi të mëdha për shembull. Kurse këto turshit e vogla normalisht ne kalojmë këto uthullën e mollës. Pastaj po tjetë edhe uthulla e shegës është akoma edhe më mirë, japi një aromë akoma të veçantë. Vi sërish këtu. Tani ti mbushim. Marrim një letër dhe letrën e lagim. Lagim pak letrën, që ta shtrojmë për ti vendosur nga pas tjetrës. Prandaj thash, një pastrim të tryezës mirë më uthull. Do të nxjerr edhe një furçë që mua më duhet, nëse kam një furçë akoma dhe më ja. Furçën do t'japim Nikit, që të lyej më pas. Nëse ne duam, dhe përse jo, do duam pak bimë aromatike. Me djathrat aty. Pak bimë aromatike. Djathrat që ju keni në shtëpi. Pak më vonë do t'i vendosim me lyrin dhe jedhim një sy po ashtu. Shtoj. Keku është fryrë, po piqet, por duhet ta ulim pak ndoshta temperaturën. Uli temperaturën ose çojë tek pjesa e poshtë me kekun. Sepse ka nevojë të shkoj poshtë. Është ena. Tava është porcelan dhe ka nevojë. Që aromë e mirë që vjen, aromë të limoni. E lëmë edhe pak. Unë do thosha... Një kombinim me djathrave që shkrim dhe djathrave... Që të shtojmë pak susam, sepse susami i pjekur i jep një shije akoma dhe më të veçantë. Dhe fillojmë. Palosim, pra të bëjmë mbushjen e byreçkave. Kemi hapur kulaçkat. Ja, kanë këtë formën e gjysmë hënës. Pra, po të duam në fund fare, i japim një prekje të vogël me të verdhën e vezës. I jep më shumë shkëlqim, ngjyrë të bukur. Dhe mbi të gjitha parat e susamit që do të ngjisin tek e verdha e vezës dhe japin edhe shije më të veçantë, si kundër e përmendëm, parat ja shtuam edhe tek mbushja. Sepse kërkon një mbyllje të mirë. Edhe volumi, kur të piqen këto byreçka, volumi do të dyfishohet në pjekje. Bëjmë që duhet patjetër mbyllja e ngjitet mirë. akoma edhe më mirë. Ka shtoj edhe farat që t'jenë të ngjiten pas të verdhës së vezës. Ja, kështu do t'jetë forma e tyre. Njëra pas tjetrës kemi 6, 7, 9 total për sasinë që ju treguam, për një sasi mielli për 500 gram dhe më pas shtuam edhe përbërësit e tjerë. Vezën po ashtu, djath dhe fara susami brenda. I shojmë edhe njerë përbërësit. Unë do t'i lyej me të verdhë vezë dhe do t'i pjekim. Kjo është detyra që kemi në vim. Pra, byreçka të vogla me djath, kemi brumin me kos të zënë, gjalp, vaj, mjedh që fryet vetë, djath kaçkavall, piper i zi, krip për të rregulluar shijen. Dhe mbushja me lloje djathrash që keni, djath të bardhë, djath kaçkavall, po ashtu na duhet një vezë në përzierje, pak piper, një të verdhë vezë dhe fara susami për t'i vendosur në sipërfaqe. Ne kështu do të vazhdojmë, do të shpejtojmë punën për t'i vendosur në furrë, në pjekje. U kemi vendosur dhe kekun, kalojmë në publicitetin e radhës dhe na mirëprisni. Edhe kekun dhe byrekun.
se erdhët përsëri. Kjo është pjesa e fundit e hapësirës tonë të gatimit. Kemi nisur një kek me limon të hapësirë, pastaj kemi vazhduar me byreçka të shpejta. Shihini pak, kjo është numri dhe forma që ju dham. Kemi lyer me të verdheze dhe me fara susami, të mbushura me djath, me një përbërje brumi të veçantë, do dalin të buta si sfyngjër të shkrifta po ashtu, dhe me një shije të veçantë. Kemi shtuar edhe koper, bim aromatike tek mbushja, kështu që kemi gati për ta vendosur në pjekje. Nuk po e vendosim sepse ju pritëm që edhe ju ta shihnit të përfunduar tavën tonë me forma të tilla byreçkash. Ja e vendosim. Do të marrim kohën e tyre për të pjekur dhe do të kemi mundësi pastaj t'i shijojmë edhe t'ja u tregojmë pashtu dhe juve. Tani kalojmë në këto minuta tek përgatitja e radhës. Ç'bëjmë bëjmë tani? Bëjmë disa turshi me patlıcan, gjë që i kam lar. Kemi uthullën, kam uthullën e bardhë. Dhe kam patlıcan, speca, sikurse unë po përdor më pak. Pastroj specin nga farat. Kam vendosur ujë që zjen. Ju mund t'i prisni si të dëshironi. Në shirita, në katrorka, s'ka problem. Ja. Këtu, e zije për sa? Për 5 minuta në ujë të vluar. Këtu kam uthull, sikur se kam edhe vaj. Do të shtoj pudrat, spezjeks, piper, krip. E thashë, ta anasjeltë, se s'është edhe në një. Dafin. Gjitha, kam dhe një qep. E lë uthullën e bardhë këtu. Qepën, si që është. E trazoj, ja një sekundë se kam nga këto të gjatat këtu një. Po, që e bën më të mirë për zjerjen e përbërësve. I lëm të vlojnë ato për disa minuta, ndoshta që të 5 minuta, ti marrim, nuk më duhet më tepër. Për t'i vendosur te fullan. Marë dhe derdhuin. Po. Tushit, pra po vendosim tushit, me qënë se i kemi thënë që nuk janë vetëm në dimër, kanë në çdo stin përgatitje mënyra teknika për t'i sjellë ato në tryez, janë shumë të shëndetshme. Nuk ka shtëpi besoj sot që mos ketë një prej varianteve llojeve të ndryshme të tushive, të perimeve të ndryshme, të lakrës. Tani po i vendosin edhe të kombinuara shumë, janë shumë në tendencën e kuzhinës, edhe kuzhina ka tendencat e veta. Patjetër që po. Kombinimi i ngjyrave edhe i shijeve në këto perime. Masën tjetër. Të uthullës, ë? Kam hequr ujin. Do thoni ju do kalem prapë në ujë. Është tip blanshërimi e nxehta në të ftohtën direkt. Të nxehta. Masën e keni për një kavanoz, faktikisht 1 litrosh. Tani ato janë të buta, po do t'i forcoj do aty në atë masë, me kripën dhe me përbërësit e tjerë, do të forcohen. Në fund fare do të hapet kavanozi pas ca ditësh. Bimbët aromatike. Bimbë aromatike vendos mirë, që japin atë shijen e veçantë.
po të doni ju, shumë mirë, mund të kaloni. Specin djekës si që është, unë e kalova në farë. Dhe ja kështu përgatitëm një mix turshish me patlıgjan, speca, qep, bim aromatike. Do ta vullosim mirë kapakun dhe pastaj kur e hapim neve këtë. Pas sa ditësh mas tjetër kemi gati. ujë. Besoj 4-5 ditë i duhet për të fermentuar dhe më pas për t'i shijuar. Sikurse Edhe pjesën tjetër të vajit. atëre, shtoj këtu. Edhe pak kripniki të lutem. Vajin dhe tani do t'i përzjej mirë para se të mbyllim Ja. kapakun. Nga fura besoj do të kemi mundësi të shohim kekun të përfunduar, por edhe byreçkat nuk janë keq, janë mirë, janë shumë. Shtoj sërish ujë nga bimet aromatike. E kam kaluar në vizën e parë të kavanozit. Një mbyllje shumë të mirë. Nëse ne duam, i lëm në errësirë dhe i kemi gati për 3-4 Sa të ditë. mira që do dalin. Shifeni pak, kaq, një kavanoz të tillë të vendosni ju një në 2 javë, për shembull, derisa i konsumoni, varet se sa konsumues të tyre jeni, por shkojnë shumë me gatime tradicionale. Çdo lloj gatimi tradicional. Pra ne kemi bërë një sërë qelerash, një sër turshish dhe pak më vonë do t'i tregojmë të gjitha zajret tona. të gjitha sërat e tjera. Shiko tani, kështu thjesht e hoqa nga mos djersitet, kekun me limon, do ta lëm të ftohet, pastaj do ta Jale për shembull, e shohim këtu. Duket Pra, se shiko edhe që aroma është shumë e fuqishme e i bërë. limonit. E heqim Ja. letën. Jo, nuk do të haj sepse është edhe këndshëm, e dua t'i bëj një foto. Okej. Po kuptohet që është e pjekur, ja. Kuptohet që është e pjekur. Sopëzat e brumit. Përderisa fika nuk lyhet në brum, do thotë që është gati. Ndërsa byreçkat, po ashtu, shifeni pak. Janë kanë marrë ato volumin e tyre, janë fryrë dhe do t'i lëmë dhe 20 minuta të tjera. Pa. Plotësojnë kohën që kemi vendosur aty. Pastaj do t'i shijojmë, do t'i shihni ju në rrjetet tona sociale. Le të piqen edhe pak që mos ju marr kohën. Nxehtësisë, të lumshin duart që jemi nesër, do po ju pres pas pak në rubrikën Bima dhe Shëndeti. Mirë se erdhët në rubrikën tonë të përjavshme, Bima dhe Shëndeti. Sot do të flasim për ankthin. Cilat janë ato bimë të cilat ndihmojnë në qetësimin e ankthit, do të kuptojmë fillimisht dhe si shfaqet edhe shkaktar dhe në këtë botën e rrëmujshme plot ritëm dinamik, stres. Sigurisht që ankthi është shtuar tek moshat e reja, shtuar tek të moshuarit gjithashtu, një nga shkaktar sigurisht vjen edhe nga vetmia, por ne do të mësojmë se çfarë na qetëson prej natyrës, çfarë mund të përdorim në mënyrë sistematike, në mënyrë që ta lehtësojmë, ta ndihmojmë sadopak veten në këtë furri emocionale. Mirë se erdhët, doktor. Përshëndetje, mirë se vi gjej. Kënaqësi që jeni këtu me ne dhe të falenderojmë kështu si staf edhe në emër të publikut se çdo javë kemi bimë lule nga natyra jonë e bukur. Po. Në Shiko studio. çfarë lulesh janë mbledhur në këmishtaj të lushnjës. Në këmishtaj të lushnjës, nga ndej keni sjell. Pra një kamomil i mrekullueshëm, një fare zezë që me të vërtetë sikur ka shtrirë shpatullat e tij në fushat e lushnjës. Mendra e butë bari bletës dhe lulje e basanit, që të gjitha qetësuese dhe relaksuese të sistemit nervor. Ja, pak a shumë u thanë disa bimë që në kombinim me njëra Po, tjetrën patjetër. japin këtë efekt. Jeni dakord që kjo jeta moderne që ka shumë komoditet, ka sjell dhe shumë pasiguri dhe shumë ankth tek njerëzit, tek moshat e reja Kjo kryesisht. është e vërtet, sepse jeta sot në të vërtet është shumë dinamike, është shumë aktive, por disa herë njerëzit ndoshta e shikojnë me një anë emocionale për te asaj që duhet ta jetojnë këtë jetë. Dhe
kur ata me të vërtet do mendojnë edhe shumë edhe për vogëlsinë më të madhe se pse i ndodhi sot, po e quajmë deshu për plasë me një motociklist. Po nuk është kjo jeta, nesër nuk do vi prapë ky dhe unë s'duhet ta mbaj mendjen fiks te ky dhe ta ngarkoj anën time emocionale se shiko, këtu ndodh kjo gjë. Jo, ndodhi një herë dhe iku. Kështu i themi ne të tjerëve, me një foristrat, njëri deshna për laun të semafori, ishte aje kish me të kuqe, unë edhe një fëmijë të armbyrë për krau se na fshiu dhe një qik, shpëtuan nga vetë, e vërtet, pra. Po unë do mbaj mendjen që shiko, atje të semafori ndodhi kjo gjë, iku ajo ka që ishte, nuk do jenë të gjithë si ai, nesër, në jetë e kështu me radhë. Pra, në qoftë se neve, një gjendje emocionale, fiziologjike, emocionale që na është krijuar, do ta shikojmë, do ta mendojmë gjatë gjithë jetës dhe t'i përqendrojmë shumë për kushtim, dashur pa dashur, kjo do më bëj disa veprime negative në organizëm. Flasim fiziologjike dhe emocionale. Pra, frika, ankthi, stresi, po tjetë që unë ta përqendroj shumë vëmendjen pse më ndodhi kështu, do më ndodhi dhe nesër, mund të më ndodhi dhe një herë tjetër, do të më bëj që trupi të prodhoj atë kortizolin më shumë se norma. Kështu që unë dashur pa dashur do të mbi ngarkohem dhe do të filloj që të më ndryshoj, si thua, sa ana emocionale, po aq edhe ajo fiziologjike. Por le të eci më tutje, për shembull, jo vetëm kjo stresi i vazhdueshëm, e jetës moderne që po sjellse. Por ndodhin edhe trauma emocionale, për shembull. Pra, që ne mund të shohim një njeri që është aksidentuar në rrugë, një diçka tjetër që mund të ndodhë, një familjar, një sëmundje, një të afërm, një familjari. Edhe kjo dashur pa dashur do të na çojë në një situash në një përqendrim të vëmendjes që na ndryshon atë sferën emocionale tonën dhe kjo pastaj rrjedhimisht do të na çojë tek ndryshimi i sferës fiziologjike. Po ka njerëz, sepse të gjithë mundohemi të gjejmë shkaktarin, burimin, fillesën aty ku ka nisur, çfarë ka ndodhur, dhe madje edhe mjekët dhe psikologët dhe psikiatrët, kështu e nisin bisedën me të sëmurët me pacientët. Pra, duke nisur që nga fëmijëria, mënyra se si është rritur, traumat e fëmijërisë, marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet shoqërore. Pra, kur të gjitha këto janë të gjitha që lënë gjurmë në jetën tonë dhe në një moment të saj do të na shfaqet në forma të ndryshme. Por mundet që neve për shembull gjatë jetës në procesin e punës e sipër mundet që të më lëvizi një hormon në organizëm. Këtë do të thua, që njerëzit thonë që jo s'kam kaluar asnjë traumë, çdo gjë ka qenë perfekte, marrëdhëniet familjare, asnjë lloj problemi, dhe duhet të gjendet faktori tjetër pastaj, shkaktari tjetër. Po një shkaktar tjetër, për shembull, ndryshojnë hormonet në organizëm. Ndryshojnë hormonet e tiroides, ndryshojnë këto hormonet femërore, mashkullore, kështu me radhë. Kjo çoroditje e hormoneve në organizëm pa tjetër do të më ndryshoj sa anën emocionale, aq edhe atë fiziologjike. Ndryshon me vërtet fiziologjinë e organizmit. Por nuk janë vetëm këto faktorë, ka shkaqe të tjera plot. Për shembull, ne fillojmë të ushqehemi me ushqime të njanshme që e lëm trurin të uritur. Për shembull, marrim atë ushqimin e rrugës me vrap dhe hecin. Po ai është pjesërisht i shëndetshëm. O tas pak. Po le të themi pjesërisht. Atëherë, ne duhet të themi që shiko, organizmi jon ka nevojë për një shumëllojshmëri ushqimesh. Ka nevojë për produkte, perime, fruta që janë me ngjyrë, që kanë antioksidant dhe që përmbajnë vitamina. Pikërisht lumi i antioksidantëve, i vitaminave dhe i mineraleve e mbajnë njeriun aktiv në punë. Ndryshe, po qese ai merr ushqime të njanshme, atëherë ne dashur pa dashur, trurin ton do ta lëm të uritur. Dhe një fëmijë që nuk pi gjoks dhe mund nga mamaja, qan. Edhe një tru që nuk merr rregullisht ato mikroelement, ato acide yndyrore që i duhen, dashur pa dashur, do filloj që të ndryshoj me të vërtet edhe të, jo vetëm të kuptuarit e jetës, por edhe të vepruarit në jetë. Pra, do të shfaqet kjo ankthi, kjo frika, kotë së koti. Jenë në gjendje alerti, pa tjetër, po. Një lloj shkaku kryesor. Por, le të themi, ka plot njerëz që flën pak,
flën 3 orë, 4 orë, 5 orë, dhe thonë që shiko, bëj gjumën, po nuk është i shëndetshëm ai gjumë 3 orë. Ti mund të bësh atë gjumin e thellë 3 orë, po ka nevojë edhe për ato gjumet e tjera që janë më të lehta, që janë më të qeta, më çlodhëse, më relaksuese, por fazat që trupi dhe truri jonë duhet kaloj gjatë natës. Po plus kësaj, ka plot njerëz që prishin atë rregullin e sistemit cirkadian. Që zimi, fjetja, pra rrethi që krijohet në 24 orë. Njeriu është një qenie biologjike. Dhe si i til, ai duhet të nënshtrohet këtyre rregullave të natyrës. Dhe një prej tyre është edhe kjo, qarkullimi i tokës rreth diellit. Atëherë, sidomos kur neve i afrohemi darkës, në buzëmbrëmje e mbrapa, truri jonë fillon që të prodhoj atë hormonin e melatoninës. Që duhet ta çojmë në gjumë. E çon drejt gjumit. Që do të thotë, kjo është prishur prej kohësh në çdo moshë. Po e di, por nuk duhet që të tolerojmë tek fëmijët, se po na vinë shumë fëmijë tash me ankth, më thotë më shtrëngon këtu, më mbyt këtu, thotë ai, po. Pra, shiko se në çfarë gjendje ndodh. Ka harritur që në atë moshë, po cilët janë shkaktarët. Po ja prishja e gjumit, po ja i telefoni, për shembull që sidomos para gjumit, e çorodit pa diskutim, dhe dritat e forta. Për shembull, do të ishte shumë mirë që neve në darkë, mbas orës 8, mos ta kemi atë dritën e fortë aty tek syt, po të jetë diku larg e ndezur dhe ne të marrim një ndriçim indirekt. Edhe kur jemi në mënyrë që po patjetër, po unë jam duke parë televizor për shembull. Atëherë, mjaft është drita e televizorit dhe një dritë tjetër indirekte. Jo një dritë e fortë që mund ta kem llampën mbi sy, sepse kjo e frenon prodhimin e këtij hormonit të gjumit. Po s'ka nevojë fare të qëndroj e fikur kjo drita kryesore, sepse në ato orar që ju po flisni doktor janë të gjithë në ekran. Domethënë e kanë dritën mua afër syve dhe sidomos tek fëmijët që është akoma dhe më e rrezikshme, është një betejë e përditshme me to. Në qoftë se ngacmueshmëria e dritës së televizorit mbi sy është 1 herë, nga telefoni na vjen 3 herë ose 3 herë e gjysmë. Pra ai fluksi i dritës është shumë i fortë. Ky vret më shumë, plus ajo ana tjetër emocionale që ty të ngarkon ai telefoni, dikush mund të kthej një bisedë që është e qetë, po e quajmë, po dikush mund ta kthej një përgjigje shumë ngacmuese e kështu me radhë. Të prishtë Terezin, themin ne, ose ngjarjet lajme që mundet që të lërë me vërtet edhe pa gjumë. Plus kësaj, puna për shembull, ka plot njerëz që, si thuaç, izolohen dhe ndahen, veçohen nga të tjerët për shkak të punës, ai rri punon tërë ditën në kompjuter. Dhe ky sikur e ka glabëruar së brendshmit trupin e këtij njeriu, dhe ky harron që të hapi një herë syt, më të shikojë natyrë. Ai vetëm i fokusuar në atë botën e kompjuterit dhe kaq. Pra, ky ngushtim i sferës emocionale njose, kjo shkëputje nga natyra e gjelbër, izolimi, dashur pa dashur, do të na çojë edhe në një izolim emocional të organizmit. Dhe organizmi pasaj do filloj të reagoj në atë mënyrën e tij, do shpërthej në një mënyrë tjetër. Janë shumë faktorë që e kanë bërë si një lloj epidemie këtë punën e ankthit të mbar botën, po aq sa edhe në vendin tonë. E vëmë re që me të vërtet ka ardhur duke u shtuar. Ajo që është e papranueshme është që po kap fëmijët e vegjël, 10, 12, 15 vjeçar. Të cilët nuk e kanë shenja dhe simptoma si të rriturit, por prindit duhet të jenë vigjilent për t'i kuptuar si ata i kanë simptoma të tilla, për shembull, ata sikur e kap diçka dhe e pushton tek krahërori dhe shfaqet me shenja si të vjella, për shembull, nxjerr ushqimin kot-skoti, pa asgjë. Pastaj fillojnë ato problemet e tjera. Veçohet nga kolektivi, ndahet, bëhet nervoz, nuk ha ushqimet, për shembull, ndryshon sjelljen dhe bësh si thuaç, është në shtëpi, po nuk është mes njerëzve. Mbyllet në atë dhomën e tij të fshet aty ose të veçantë dhe qëndron aty në atë mbyllet në vetvete. Shkëputje dhe emocionale dhe fizike. Këto janë momente që me vërtet edhe prindi duhet i kuptojë dhe ta tërheqë këtë fëmijë. Qoftë edhe me forcë, qoftë edhe me bindje, ta marri dhe ta nxjerrë
të mundohemi që ta shpëtojmë këtë brez, sikur ta çojmë të luaj diku. Le të luaj aty që të argëtohet, të shkëputet nga telefoni. Edhe kjo është tjetër për temë për të diskutuar, se të gjithë prindët kanë dëshirë që fëmijët e tyre të luajnë, por nuk kanë hapësirat e mjaftueshme për të luajtur, se s'kan ku t'i çojnë, ose koha e prindërve nga ana tjetër është e tillë që i detyrohen për shkak të pamundësive ekonomike, jeta kështu është, punët janë larg, punojnë nga 2 turne, nuk kanë shumë kohë, domethënë është një cikël i vështirë për të menaxhuar. Para pallatit, se aty para dyqanit ka pak hapësirë dhe unë i lë të luajnë aty. Vinë më thonë mua hiq i bëj shqyqyr që i kemi, u them, unë s'kam fëmijë aty, po shqyqyr që i kemi, që bëjnë këtë zhurmë dhe argëtohemi edhe neve me këta. Ata mund të luajnë edhe 2 orë aty. Ama ky grupim fëmijësh u shkëput nga telefoni, nga ato budallëqet e tyre 2-3 orë gati. Dhe argëtohen në një mënyrë të këndshme, në një grupim shoqëror, pavarësisht se ajo është e shtruar me pllaka trotuari ose me pllaka betoni. Por ja është një mënyrë që njeriu mund të argëtohet. Shfaqja e ankthit në mënyra të ndryshme, si të rriturit ashtu dhe tek fëmijët, sigurisht që duhet në radhë të parë të menaxhohet. Asnjëherë nuk themi që kalon vetë, por gjithmonë duhet një ndihmë, gjithmonë duhet një forcë tjetër, por forca më e madhe është forca brenda nesh, apo jo? Patjetër. Për ta menaxhuar dhe për të punuar me veten. Ka plot që e zotrojnë, domethënë e kanë atë vrullin e brendshëm, atë iniciativën që të ndahet nga kjo gjendje. Ta njoh, ta pranoj një këtë gjendje, pa menduar që pse po më ndodh kjo, çfarë është kjo. Ata e pranojnë, bëjnë një vet analizë, një vet kontroll të brendshëm dhe pastaj thonë, shiko, ore kjo është gjendja, më ndihmo për shembull me çfarë mund ta luftojmë, si mund ta luftojmë këtë gjendje, këtë situatë. Forca psikologjike është e para, pra ta marrim situatën në dorë. Po sigurisht që ka dhe disa elemente jashtë, më pa kaluar tek se kur ankthi është i fortë dhe sigurisht kur ka probleme të tjera që kanë kaluar në patologji fiziologjike, patjetër duhet ndihma më profesionale, ndoshta te medikamentet, po edhe ato ndonjëherë kanë efekte shumë të rënda ansore dhe ndoshta e përkeqësojnë situatën. Por të ndalemi tek metodat natyrale, të ndalemi te natyra. Çfarë na ofron natyra shqiptare, natyra jon, për ta menaxhuar këtë situatë, doktor? Me vërtet, natyra joni ka duar plot. Po t'ishe me mua dje në ato fushat e lushnjës, ti do t'a shikoje që aty është mrekullia në tokë. Që si kur të dali njeriu në atë natyre të humbasi në atë gjelbrim të mbushur plot e për plot me lule shumë llojshe, do të vësh re që njeriu harron gjithçka. Është e përgatitur natyra për çdo lloj sfide dhe sëmundje që shfaqet në këtë tokë. Po besoj se po. Se edhe kur nuk ka qenë prezent ankthi, i ka përgatitur toka. Ato shegët, edhe të egra kishte aty, po edhe shumë të buta. Po. Dhe më thoshin mua, a mund t'i shfrytëzojmë këto? Po, më i thash, ky është rubini i kuq në tokë. Mrekulli. Pra, fillon që të tashi me këtë ngjyrën e kuqe dhe mandej derisa na jep atë frutin e bollokut dhe të kënaqësisë. Pra, këto petale dhe kjo kuror me vërtet si një rubin i kuq na jep një mrekulli në organizëm. E pasuron trupin dhe trurin me antioksidant të fuqishëm, plot e përplot me flavonoide dhe kjo fillon tashmë që në brendësi të saj, nëse do të marrim edhe lëkurat e këtyre degëve, po qoftë edhe këto lulet, dhe ti përdorim edhe në veçanti rrënjën e shegës së egër, ne bëjmë një mrekulli në organizëm, po si, drejt për së drejti ne godasëm mbi problemin. Kjo është e pa diskutuar. Unë kam vënë re shumë njerëz që krijojnë, që kanë ankth në vetvete, kanë fryrje barku zorësh, kërcitje dhëmbësh, kruarje në pjesën e mbrapme të anusit, kruarje të trupit, pra këta kanë parazit. Po qoftë edhe fëmijë. Dhe njerëzit për shembull ose mund të shkojnë tek mjeku, bëjnë një analizë, ajo del negative dhe ky flën mbi dafina, ose ky nuk i bie problemit për shembull që të shkojmë ta vëzhgojmë këtë fëmijë natën e gjumë, a ka bruksizëm apo jo? Kërcitjen e dhëmbëve. Po patjetër. Ai kruan gjë hundët ose të bëj veprime të pavullnetshme natën kështu, kot kështu ose të kruaj hundën. Po bëri këto gjëra, po i hoqi rrobat si me inat, po u krojt nga trupi.
ky ka parazit. Po. Çohet i në 100 laboratore. Është dhe e vështirë në fakt. Tek feqja nuk del me herën e parë, do të provojmë disa herë, ose mënyra duhet të jetë shumë profesionale që të dalin në analizë. Por këto shenjat nuk gënjejnë. Këto shenja nuk të gënjejnë. Atëhere, ai laboratorit mund të kapi, mund të mos kapi. U them nga njëherë, po e hedhim grepin aty tek. Jo gjithmonë do të kapi pesh. Po kapi pesh gjithmonë, po s'do thotë se në det s'ka pesh. Ka pesh, po se ka kap grepi. Atëherë, mund mos i kemi çuar neve në këtë rast për shemb. Ose mundet aju t'rregua i pa përgjegjshëm, ose ndoshta nuk di mos i ta kapi atë situatën. Unë vetë, kur punoja me xhaje në një laborator, ai vepronte kështu. Si me potenciometër, ndriçonte edhe erësonte fushën e mikroskopit, dhe këto tashin ngarkoheshin pozitivisht vezët, dhe pasaj kur fikej drita e mikroskopit, ato ishin si xixëllonja në fushë. Dhe këto më thoshe janë vezët e parazitëve. Kjo që e lehtësisht e dukshme. Mirë, kë mund të jetë në një truk për ata që... Po, që merren me këtë punë, po patjetër, po, kjo është një gjë. Tjetër, doktor, le të tregojmë tani se si do ta lehtësojmë, si do ta ndihmojmë personat, një person që është duke na ndjekur, që vuan nga ankthja apo një familjar të tij. Çfarë duhet të themi hap pas hapi, çfarë mund të bëjmë? Nëse ky person ka parazit, atëherë ai qumshti me hudhra dhe me shegën e egër janë të mrekullueshme në mëngjes esëll. Në rastet e tjera, çfarë mund të bëjmë? E para, bëjmë herë disa frymarrje të thella, 10-15 herë, ta mbushim mushkrin pak e nga pak dhe ta lëshojmë ajrin pak e nga pak. Në këtë mënyrë ne fillojmë të çojmë më shumë oksigjen në tru. Kjo është një veprim i thjeshtë që kalon lehtë. E dyta, marrim dhe bëjmë një masazhim të gjithë skalpit kokës, duke filluar që nga qafa mbrapa deri këtu mbi sy, dhe i shkrifrojmë kështu një masazh 2-3 minuta. Kjo do të na ndihmojë se do më përmirësoj qarkullimin e gjakut. Po e përmirësova mirun qarkullimin e gjakut në kokë, kjo proceset do filloj që t'i bëj pak më lehtë, pak më mirë, nuk do të rri ngërç sistemi nervor. Më kupton, nuk do të rri si anksioz, po do të jetë pak më i qetë, po. Pas kësaj, marrim dhe masazhojmë shputën e këmbës, aty ne kemi gjithë receptorët e organeve të brendshme. Dhe në veçanti, te gishti i madh, një masazh 1-2 minuta. Shplajmë dhe gojën me një furçë dhëmbësh, duke e pastruar mirë gjuhën dhe njëkohësisht sikur majën e gjuhës unë ta relaksoj me furçën e dhëmbëve, 1 minutë. Mbas kësaj, që ne kemi bërë këto pak shërbime, fillojmë që të pijmë jo ujë me sheqer, jo çaj të ëmbël, ose thjesht ujë, ose le të marrim një produkt që është shumë i çmuar në vendin tonë, shegën. Por, le të themi, shega e egër, ajo që me të vërtet aty maj shkëmbit, e mbledh si thuash atë zjarrin e verës dhe e depoziton në për ato frutat e saja, me një ngjyrë pak të ëmbël dhe të athët. Pra, ajo që na prek buzën neve, është kjo athëtira që tregon se, shiko, ky frut ka qenë larg ndërhyrjeve të njeriut. Gjithçka është natyrale. Ajo e lidh jetën me atë shkëmbë dhe pak dhe na jep këto frute të çmuara, na jep ato lulet të rubinit të kuq. Pra është shega e egër kjo. Dhe si mund ta përdorim për shembull këtë? Shumë thjesht. Marrim afërsisht, përmendëm fjalën ujë. Pra do përdorim ujë. Po sa 150 ml. Dhe në të hedhim 50 ml shegë të egër. Kjo do të na shërbejë me të vërtetë. Testojmë këtu, si një ta hapim këtë shishen që na keni sjell, është produkt natyral 100% shqiptar me shegën e egër, të rritur aty në mal, dhe është ajo kokra e shegës e vogël, apo jo, që bën atë shegën e athët, me ujë kemi përzierë. Po, me ujë, po. Unë do të thoshja kaq është e mjaftueshme. Pra, afërsisht në 100 ml ujë, hidhen ndoshta 30 ml lëng shege. E po ta shiko, kjo ka të ngjyrë e kuqe, sikur na jep dhe të errët, sikur na jep atë
me të vërtet atë thellësinë e tokës. Pra, nuk i shtohet më as mjalt as gjë, në mënyrë që sistemi jo nervor, çfarë do të bëj? Fillon sikur do t'ja glabëroj stomakut ato mikroelement shumë të dobishme për sistemin nervor. Pra, kjo si thuash e relakson trurin. Shien e paska shumë të mirë. Ujës duket e mrekullueshme. E qetëson pak, duke qenë se është e thartë. E zbut, po. E zbut. Prandaj thash që kjo na i prek buzën me pak ëmbëlsi, po më shumë me atë athëtirën e saj, me atë thartirën. Pra, këto acide organike shkojnë drejt për së drejti në tru dhe bëjnë një ndryshim të funksionit të tij. Pra e shkundin trurin, si thuash, dhe ky fillon të qetësohet. Pra një element i tillë. Pra kjo është shumë të tjera, po. Mbas kësaj, neve shumë mirë mundet që të përgatisim një çaj harmonia. Me cilat bim. Për shembull, ne kemi sjell këtu mbi tavolinë që në kushte shtëpie çdo familjar mund të marrë dhe të përgatisi një çaj me disa bim mjekësore. Po. Për shembull, bari i bletës është i mrekullueshëm për këto raste. Si të thuash, kjo është bima e shpirtit të trazuar. Kështu e ka po patjetër, bari i bletës, po. Pra, është një bime e cila edhe kur bleta është të rësisht e irrituar dhe ka shpërthyer vrullshëm dhe ka ikur nga kosherja, ai bletërici me 2-3 dega shelinoku, bar blete, kjo lemon bal. E qetëson. E hedh kështu lart, mjafton që pak ajo të godasi tek bleta dhe e gjithë pas atyre tufave të shelinokut që i thonë ata të barit të bletës, ajo bie tëra grumbull në tokë. Prandaj dhe kanë quajtur bari i bletës, bima ose shërimi ose qetësimi. Pra qetëson bimën e trazuar, të turbulluar nga nervozizmi. Atëhere, këtë gjë bën edhe... Duhet shumë kjo në ditët e sot. Po, patjetër. Kjo është bima që i duhet sot njerëz. Po, unë them, nëse kemi parasysh atë forcën e hënës, karshit detit, unë them, kjo është tamam si ajo hëna, që luan me valët e acaruara të detit, që nuk i shuan fare, por i zbute dhe i bën që ato lehtësisht të shkojnë aty në bregun e detit dhe sigur fjalosin me rërën ose me shkëmbin. E bëm shumë poetike tani. Butësisht. Pra, kjo bim nuk duhet të mungoj të gjithë bari i bletës ose lemon bari më ndryshe, që e njohim në terma të huaja, por në vendin ton rritet gjithmonë, kudo. Patjetër. Kudo mund ta gjejmë, që nga jugu deri në malësit më të larta. Kur është sezoni e mbledhim në gjendje të freskët, pastaj për shembull, unë isha dje në Këmishtaj, aty ishte një parcel shumë e mira, por në momentin që neve e këpusim bimën, e mbledh pak me dorë dhe nëse kjo nxihet, bima është e papjekur. Në qoftë se kjo nuk ka filluar që të çeli lulet e saj të bardha. Të bardha mbi vete dhe bleta të ulet, si thua, këmbkryq mbi të, atëherë kjo bim është e papjekur dhe do të filloj të nxihet. Të provoj me bëra unë. Po, patjetër. Ajo e aromatizon dorën, si aromë limoni të mrekullueshme. Një aromë fantastike limoni, por më e ëmbël, vjen pak si e përzier pak me ato lulen tjetër, Luizën. Luiza si limon, po. Luiza si limon, me ato më ngjanë. Fal limoneneve që ndodhen, fal kariofilenit dhe acidit rozmarinik. Kjo nxit veprimtarinë e sistemit nervor. Dhe përqendron veprimtarinë e tij dhe njëkohësisht është e mirë në darkë për të qetësuar, si tham, ato valët e acaruara, dallgët e forta. Pra i përshkrim, ajo panoram që u treguat është vlen me të vërtetë edhe për të qetësuar sistemin nervor. Se është një sistem në alertë gjithkohë, në alarm ka persona të cilët vuajnë nga ankthi, kështu që do të mundohen që të përdorin në mënyrë sistematike. Të tjera metoda natyrale, bim, kombinime çajrash, do të tregojmë pas publicitetit. Kemi një hapësi të shkurtër, na ndiqni, mos u largoni, natyra ka plot e plot për të treguar. Okej. Po tregonim një veçori, mirë se erdhët edhe një herë, të këtyre luleve të kamomilit, që ndoshta e ngatrojmë me lule delen, po thoshim, apo jo? Po, ose është... Dallimi parë ndoshta edhe nga aroma. Dallimi parë është nga aroma. Po.
por le të themi pak edhe këtë efektin serë që aroma e kamomilit sikur pak ka filluar të ndryshohet, atëhere, forma është ajo që ne e dallojmë. Nuk është më ajo aroma po thoni si dikur? Si dikur. Nga efekti serë ka ndryshuar dhe... Më delikate, më kështu, po. Pra, gjithë petalet mblidhen dhe ngrihen nga baza deri sipër në kulmin e saj. Pra tamam si një trungë koni. Mund të fokusojmë dhe tek vazoja? Petalet të gjitha palosen nga poshtë dhe i shkojnë poshtë kupës dhe maskojnë atë. Po. Kjo është lulja e kamomilit. E afrojmë pak tek vazoja që ta bësh ose te dora e doktorit, pra ndryshe nga luledelia, që e ka këtë... Po, të shesht... Të shesht pjesën e ngjyrën e verdhë. Pra, thekët dhe pistilin i ka të sheshta. Po. Ndërsa kjo e ka të ngritur, kështu ngrihet tamam si një trungë koni. Po. Kjo bimë është që ka të lëndën aktive kamazulenin, e cila ndihmon mrekullisht mirë në qetësimin e sistemit nervor. Pra nuk lë që të veproj truri si thua me ato kërcimet e tij drejt të ankthit dhe drejt të nervozizmit. Po kështu mund të përmendim edhe lulen e Basanit, që historikisht prej shekujsh ka qenë ajo bimë që jo vetëm mjekonte plagët, por qetësonte edhe trupin dhe organet. Pra, kur njeriu e prek ankthi, stresi, ai nuk ka kapur vetëm trurin. Ai pushton tërë organet, nuk është çoroditur vetëm truri, po janë çoroditur njëkohësisht edhe organet. Pikërisht kjo këtë gjë bën, qetëson gjithë sistemin e tretjes, atë digestivin, dhe fillon që t'jap efektet qetësuese, relaksuese edhe në drejtim të sistemit nervor. Lule Basani ne kemi dhe në vaj Basani, që ndoshta është edhe më i përshëndruar edhe është edhe më i përdorshëm në praktik. Nuk diskutohet. Atëherë, kur bëjmë lulen e Basanit, që ta kthejmë në vaj, do të na duhen sigurisht edhe ai efekti rrezatues i diellit. Dhe në këtë mënyrë neve ato rrezet e diellit i kthejmë me të vërtetë në diçka materiale, në materie, sepse marrim atë vajin e lules së Basanit tamam me atë ngjyrën e kuqe të tij. Aty hipericina është shumë herë më e përqendruar se tek lulet për një fakt interesant. Atëherë, kur neve përgatisim vajin, nuk merret e gjithë masa, po merren vetëm këto kupat e luleve, petalet e tyre, dhe këto zhyten në vaj. Kjo është arsyeja që ka dhe atë ngjyrë? Mundet po, që këto pas 3 javësh afërsisht, t'i shtrydhim dhe po te ky vaj ne të rihedhim lulet të tjera në mënyrë që të rritet më shumë përqendrimi i lëndës aktive. Këtë për shembull kush e përgatit kurse shtëpie, ndoshta nuk e ka këtë fuqi, por ne që prodhojmë për kështu, detyrimisht duhet ta bëjmë me 2 herë lulen, pra të fusim në të 2 herë lulet të freskëta, në mënyrë që ajo të rrije përqendruar dhe njerëzit pastaj ta përdorin jo më me lugën e gjellës, si ai vaji i ullirit, po një lugë kafe ose një lugë çaj është i mrekullueshëm që fillon të na japi, si thua, ato pikat e para të vajit, fillojnë që të jenë si shkëndijat ndezëse të qetësimit të sistemit nervor. Shumë e përdorin dhe për plagët. Plagë, po, është tamam. Kjo dhe kalendula njihen si lulet e plagëve në vendin tonë. Të tjera bimë, valeriana për shembull që... Nëse një person ka me të vërtet pa gjumësi, për shkak të ankthit apo dhe faktorëve të tjerë. Për shkaqe të ndryshme. Po e quajmë ai ushtri në orën 11, 12, vajti ora 1, 1:30 dhe nuk ka gjumë, e nëse e ka valeriana në shtëpi, atëherë të mos të përtoj, po të ngrihet shpejt e shpejt, marrim një gotë me ujë ta ziejmë dhe të shtojmë në të rrënjën e valerianës, afërsisht një lugë çaji. Kjo ka të acidin valerianik, i cili është një qetësues dhe relaksues i sistemit nervor. Dhe fillon që të na frenoj ato vatrat e trurit, të fiken dritat, themun, dhe trupi të bjeri në qetësi. Pra, këtë bën ky acidi valerianik dhe njëkohësisht të shtojmë te ky çaj edhe një lugë gjelle me barblete ose një lugë gjelle me kamomil, cilën të kemi neve nga këto dyja. Atëherë, ky kombinim
rrit shumë fuqinë vepruese dhe truri është e padiskutuar që do të flerë atë natë. Dhe sigurisht që ndikon patjetër ne i përmendëm dhe më herët në pjesën e parë, që tek ushqimi, që tek interneti, që tek qëndrimi para ekraneve me radhë, pastaj të presim rezultate të tjera, se nëse ne vazhdojmë me të njëjtin ritëm, pa diskutim që do të korrigjohen një herë ato gabime që janë bërë, dhe pastaj do të stimulohet, do të ngrihet organizmi, jo ta lëmë në atë, ai është si të thuash, sikur ka rënë në humner, e ne duhet ta nxjerrim atë në dritë. Duke hequr dhe disa ushqime që na prishin pa diskutim. Pra, ne le të themi kështu, shiko, t'i japim nga ato suplemente që t'i ngrohim trupin, t'i andezim atë dhe të zgjojmë gjakun që të filloj qarkullimi i tij i vrullshëm dhe të largojmë toksinat nga trupi. Po. Kalojmë te të tjerat, kemi dhe shafranin këtu, që kemi thënë gjithmonë që ka ndikim tek sistemi nervor, qetësimi i sistemit nervor. Tek të gjithë pacientët që kanë çrregullime nervore, qumshti i bletës dhe shafrani kanë qenë dy ndër ndihmuesit më të mëdhenj të qetësimit të tij, të relaksimit të sistemit nervor dhe të mirë funksionimit të tij. Kjo jo vetëm që ndikon ajo pikokrocinina dhe pikokrocina, por edhe flavonoidet që ndodhen këtu në brendësitë atyre pistilëve të kuq janë plot e përplot vetëm antioksidant të fuqishëm. Pra, ky me të vërtet mund të quhet ari i kuq, sepse jo vetëm që nga shtrenjtësia, pra është me peshë, por jo pa qëllim, domethënë, jo pa qëllim ka këtë çmim. Është shumë i fuqishëm si antioksidant në organizëm. Tani, ne përmendëm disa bimë, ndoshta kemi dhe të tjera për të përmendur, por cili është, le të themi, sekreti që këto të na japin efekt? Se shumë njerëz e nisin një çaj sot, pastaj harrojnë të nesërmen, pastaj e vazhdojnë më pas. A ka rëndësi mënyra dhe të qenit shumë sistematik në përdorimin e këtij grumbuj bimësh dhe çajrash të marrë për efektet? Sigurisht që jo vetëm përdorimi i këtyre, por edhe korrigjimi atyre të gabimeve që ne kemi bërë, nuk duhet të jenë që të zbatohen, si thuash, një ditë, 2, 3, ose një ditë po e 2 ditë jo, ose e pi një vakte e lë 2 vaktet e tjera. Kur themi duhet të ndryshojmë dinamikën e trupit dhe të trurit, nuk duhet ta lëmë atë të çalojë në këtë drejtim. Do t'i japim në mënyrë të vazhdueshme vetëm ushqyes nga bimët më të përzgjedhura të natyrës. Pra kemi përmendur barin e bletës, kamomilin, lulja e blirit, shega egër, valeriana, shafrani, kemi mendrën e butë si edhe për qetësimin dhe lehtësimin e tretjes. Mendra e mirë që i thot populli, ajo është më shumë relakson organet e brendshme të tretjes, përmirëson funksionin e mëlçisë, largon këto gazrat nga zorët dhe rrjedhimisht ushqehet truri shumë herë më mirë. Ushqime dhe fruta që kanë antioksidues. Le të marrim, ne kemi sjell këtë farën e zezë sot aty, Nigella sativa. Shiko, natyra flet me gjuhën e saj të brendshme dhe njeriu duhet ta kuptojë dhe ta lexojë atë. Nëse ne harrim që me vërtet ta lexojmë natyrën, atëherë do të dimë të dalim gjithmonë fitimtar mbi çdo situatë që krijohet. Nëse do të marrim për shembull një kapsul të farave të zeza. Jo, ajo është një lule. Po. Po thuani për këtë pa. Kjo është kapsula e farës së zezë. Pra ka qenë lule, është plenuar dhe tash këtu rriten këto farat. Nuk e di nëse do mund të afrohemi për t'i parë dhe për të treguar në këtë fazë është aktualisht fara e zezë në vendin tonë. Para se të vi sezoni në korik, sa kanë filluar që ato kokrat të formohen. Pra, kokrat 3 këndore të vogla, tashmë janë me ngjyrë të gjelbër. Çfarë leksioni na jep natyra? Fuqia shëruese nuk varet nga madhësia, por nga ajo çka brenda, çfarë fshihet brenda këtyre farave të vogla, ose tek ato pistilet dhe petalet e kamomilit, ose tek ato pistilet që janë plot e përplot me antioksidant tek lulet e basanit. Pra, fuqia shëruese,
varet nga çka ne do të zgjedhim nga natyra. Qoftë në Ja përfara, le ti shikojmë këto fara të imta, që më mbrapa këto do të bëjnë të zeza, po, atëre. Dhe nga këto fara prodhohet edhe vaj, sigurisht që po, vaj farës së zezë, po. Thuhet një shprehje që vaj farës së zezë shëron çdo gjë përveç vdekjen. Aq fuqi ka, doktor, për të dhënë Po, efekt? sigurisht, sepse ky ne përmendëm një shprehje më parë. Stresi dhe ankthi nuk kap vetëm trurin, po tërë organet. Dhe ky fillon që të ndryshojë dinamikën e organizmit. Mirë, shpresojmë që paka shumë t'ju kemi dhënë një orientim se si mund të qetësoni përmes pimëve ankthin, por sigurisht kur simptomat janë më të forta dhe ai ka prej vitesh që është tek ky, sigurisht duhet kërkoni patjetër ndihmën tek mjeku specialist. Faleminderit edhe një herë doktor për shpjegimin që i bët temës. Ishte kënaqësi. Ndërkohë, ju përshëndes që jemi nesër me Reze Dielli.